Hej Albaner, ku jeni Loçka, që jeni, a jeni lov, që kam nërshnet. Du me thonë diçka, vërtytet që unë vlerësoj më shumë ditë një njëri është i vlerësoj njerëzit që kanë respektin, falenderimin dhe mirënjohjen. Do më thonë, qofë se u apënin ndërë, ata në qofë se janë mirënjohës dhe falenderues, jo veç për interesin, po gjatë gjithë kohës, pastaj me mbajt falenderimin edhe mirënjohjen. Se nuk është falenderimi vetë sa ke interes, e pastaj mos me pas më falenderim dhe mirënjohje. Por njerëzit që i vlerësoj më shumë të janë ato që janë me respekt dhe e kanë mirënjohjen gjithmonë për personat që ju gjindën dikur në ditë vështira. E unë sot nuk kam asnjë lloj mundësie dhe asnjë lloj dëshire dhe s'kam se si qysh mos me e falenderu një mik timin, një shok timin, Besnik Rullanin nga Kamenica, i cili jeton prej viteve në Zvicër dhe është pronar i Car Trade 24 që është atje. Besnik Rullani, sa herë unë e kam makinën e zanme, e kam në servis, apo e kam jo të targuar, mu Besniku më ofron një makinë që dua vetë, me Car Trade 24. Më thot vllaçko, hajde, thotë, merre një makinë që dush, edhe vozit kry punë dhe ma sjell. Nuk du, thot, as reklam, nuk du, thot, as parë, jam du të dhonë veç për pikë shefit. Tashi te Car Trade, tu i gjeni këtë llojet e modeleve të makinave. Porsche, Mercedes, Audi, Hyundai, Skoda, BMW, gjitha, ja. Shikon, qofë se futesh te Car Trade, i ke të gjitha. Ose mjafton në website, www.cartrade24.cl, i ke edhe i shikon të gjitha llojet e makinave të Car Trade. Besnik Rullani, prej Kamenice, i cili jeton prej viteve në Zvicër, zotit rujt, turitnera për respektin, nderen që ma bon gjithmonë pa asnjë lloj interesi apo qëllimi. Kështu që këta njerëz unë i du shumë, i vlerësoj shumë. Me mua bëhesh mik mënyra se si ma jep një cigare, jo mënyra se si ma jep 1 milion euro. Nuk i dua ato 1 milion euro nëse nuk di me i dhon. Një cigare me ma dhon nëse din me dhon, për mua je mik për gjithmonë. Kështu që ja ku jam në Car Trade, janë nëse futem zyra, këtu ja ku është edhe zyra, ja zyra. Ja ku janë zyrat e Car Trade 24. Besnik Rullani, zotit rujt turitnera vllaçko, dhe shihemi shumë shpejt. Pasi shkova në Bazel me makinën që mura në Car Trade e Besniku, desha me bo një jetë reale aty. Rastisht më ndoli një shqiptar, erdhe më foli, më duket emrin e pat Selman Zeka. Selman Zeka, shife pak se si mu qast edhe e bom një jetë reale bashkë me Selmanin në aeroport, krejt spontan. Car Trade, mos e ndroni Car Trade 24.